Sara Gjordeni ka rikthyer vëmendjen e ndjekësve me një sesion pyetjesh në llogarinë e saj në Instagram pas një periudhe mungese që nuk ka kaluar pa u vënë re. Ajo njihet për aktivitetin dhe komunikimin e vazhdueshëm me ndjekësit e saj. Por së fundmi, ka disa javë që ka qëndruar më e heshtur në rrjetet sociale, gjë që ka bërë ndjekësit të hamendësojnë pse Sara është tërhequr në këtë kohë nga rrjetet sociale. Në mesin e pyetjeve që mori, shumë prej tyre i kërkonin sqarim për mungesën e fundit. Njëri prej ndjekësve i shkroi: "Po na mungon prezenca jote", ndërsa Sara ju përgjigj kështu: "Mesazhi më i shpeshtë ishte ky sot, ju premtoj edhe pak. Kam kaq shumë gjëra të bukura për t'ju treguar, do e kuptoni pse jam larguar." Në një tjetër pyetje, dikush i shkroi: "Çka ka ndodhur me ty kohëve të fundit? Po vërehet mungesa jote." Sara reagoi duke qetësuar fancat me fjalët: "Ndjekësit e vjetër e dinë që është vetë se kohë karikimi." Këto përgjigje kanë ngjallur korreshtin në rrjet, duke bërë që ndjekësit të amendsojnë se çfarë do të sjellë Sara këtë herë. Por ka dhe nga ata që dyshojnë për një shtatzani të dytë. Mos e prap shtatzan drejt dielli, e pyetën ndjekësit, ndërsa Sara ju përgjigj me humor: "Jeni të papar për Zotin." Kjo përgjigje e saj shkaktoi reagime të shumta në rrjet.